Edi Ramën e ka marrë lumi dhe mënyra si po e qeverisë vendin tregon se kryeministri është maske oligarkisë. Ka qenë kjo deklarata e Fatos Lubonjës në emisionin e gazetarit Ylli Rakipit të pa ekspozuarit Zhavor dhe Fidan. Ti duhet të jesh e pakënaqura e parë shumë më tepër se unë. Dhe jo të më thuash kështu është dhe Amerika, kështu është dhe Anglia, kështu është dhe Gjermania. Do donte tekste më shpejt, po patjetër pse si nga. Po lëre më kryeministrin s'po ti shiko vetën tënde se ato e ka marrë lumi me të gjitha. Po pse pas ka marrë lumi ato që merr gjersa bën ato që bën, gjersa thot, shiko. Po të dali pra një forcë një kryeministër, dëgjoj me që fole. Parti Socialiste, Parti Demokratike e tjera. Një kryeministër që edhe Sali Berishës. Dëgjoj mua tash dëgjoj mos ndërprer. Një kryeministër që thot kush nuk voton mua është o budalla o dele. Ka ikur, po t'ishte vend normal si Amerika që theti dhe si Gjermania, nuk e linin më të hynte në kryeministri. Nuk e linte njeri që të hynte në kryeministri. Kupton ti? Gazetari Andi Bushati tha se kryeministri Edi Rama prishi çdo shtëpi fëkaraj, por nuk preku sarajat e klientëve të tij, të cilët përfitojnë leje zhvillimi dhe ndërtojnë në park apo në plazh. Nuk lan shtëpi fukaraj pa prishur. Koços ja lan sarajet atje. Nuk lan ndërtim në Bregdet pa prishur. Sandrit ja aprovuan ndërtimin atje. Këta në çdo akt që kanë bërë, vetëm janë tallur me njerëzit dhe kanë thyer premtimin që kanë bërë vetë. Dhe ky është një teatër që unë nuk di. Edhe një herë. Bravo i qoftë policës që merr guximin të mbrojë këta hajdut të certifikuar. Cilët hajdut? Provojeni më. Ja, pra po e keni fjalën për lejen e ndërtimit të shtëpisë. Ja, pra ti provoj, për gjitha pa që po të them. Tusit e Edi Ramës e ke me vilë ke liqeni. Vilat më do i nxjerr ky fotografit. Fotografitë e këtyre ëndrave. Ja, pra ku i ke vilat, ja. Ja dhe vilën e Edit, ja dhe ty vilat ke liqeni. Po paguhet ndërtuesi i sarajeve të Surrelit, po paguhet në moshkrit tona brenda parkut liqenit. Lëre mos më tregon mua. Kjo këtu ja vila e presidentit këtu të parku liqenit, ja këto që i zen. Sipas Lubonjës, paraja sot është edhe mjet edhe qëllim dhe ndërtimi i këndit të lojrave bëhet për shkak të interesave të oligarkëve.